Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Allahun azza wa jalla e falenderoj, prej tij falë dhe ndihmë kërkoj, dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt më të drejtë përveç Allahut azza wa jalla, dhe se Muhammedi është rob dhe i dërguar i tij, paqja dhe mëshira Allahu qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Padyshim se thirrja në fenë e Allahut azza wa jall është një prej detyrimeve më kryesore, një prej veprave më madhështore me të cilën robi i afrohet Allahut azza wa jall, dhe vepër të cilën Allahu azza wa jall e don prej robit të tij. Thirrja në fenë e Allahut azza wa jall është detyra e krejt pejgamberëve të Allahut azza wa jall, duke filluar prej te Nuhi e deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se pejgamberi i parë ka qenë Nuhi alayhi salatu wasalam, e jo Ademi alayhi salam. Për arsye se ka dallim mes pejgamberëve dhe mes lajmtarëve. Ademi ka qenë lajmtar, kurse si i dërguar i parë ka qenë Nuhi alayhi salam. Por prej te Nuhi e deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë detyrë e krejt pejgamberëve të Allahut azza wa jall, edhe gjithë pasuesve të tij deri ditën, apo gjithë pasuesve të tyre deri ditën e Kiametit. Nëpërmjet thirrjes në fenë Allahut azza wa jall qartësohet e vërteta prej jo të vërtetës. Nëpërmjet thirrjes në fenë Allahut azza wa jall qartësohet udhëzimi nga devijimi. Për këtë arsye Allahu azza wa jall i dërgoi krejt pejgamberët e Allahut azza wa jall si thirrsa në fenë e tij, me qëllim që të udhëzohen robërit e tij, edhe nëpërmjet tyre e qartësoj rrugën e drejtë, rrugën të cilën e don Allahu azza wa jall, rrugë e cila është shpëtim për gjithë robërit e tij, në këtë dunjë edhe në ahiret. Poshtë nëpërmjet pejgamberëve, Allahu azza wa jall ja mundsoi njerëzve t'u përcjell mesazhin e Zotit të tyre, edhe ashtu ta adhurojnë Allahun azza wa jall me dituri, edhe t'i largohen gjithë asaj të cilën e ndaloi Allahu azza wa jall, po ashtu me dituri. Edhe mos kenë argument ditën e Kiametit se nuk kanë pas pejgamber në tokë, edhe nuk i kanë ditë argumentet e Allahut. Për këtë arsye pejgamberët janë argument i njerëzve ditën e Kiametit, se Allahu azza wa jall u ka dërguar atyre mesazhe me qëllim që ta adhurojnë Allahun azza wa jall. Ata njerëzit të cilët i kanë pasu do të qenë pejgamber dëshmi për ta, kurse ata të cilët nuk i kanë pasu pejgamberët e Allahut azza wa jall, ata do të qenë vetëm sa argument kundër tyre. Pra pejgamberët e Allahut azza wa jall nuk kanë lënë mirësi vetëm se kanë thirrën te, edhe nuk ka ligësi vetëm se kanë paralajmëruar nga ajo. Kurse nga mirësia më e madhe edhe më e mirë është thirrja në tauhid, apo njësimin e Allahut azza wa jall edhe në adhurimin e tij. Kurse ligësia më e madhe edhe më e keqe, të cilën kanë paralajmëruar ata, është shirku edhe kufri i Allahut azza wa jall. Për këtë arsye Allahu azza wa jall thot: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an a'budu Allaha wajtanibu taghut." Thot se ne i kemi dërguar çdo ummetit pejgamber me një mesazh. Pra gjithë pejgamberët e Allahut azza wa jall kanë ndar me të njëjtin mesazh. E ai mesazh është që të adhurohet Allahu edhe mos i përshkruhet atij shok, edhe të largohen nga adhurimi i tagutit. Kurse tagut do thot çdo sen i cili adhurohet jashtë Allahut azza wa jall. Thot Allahu azza wa jall: "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Thot se ne të gjithë pejgamberët të cilët i kemi dërguar para teje o Muhammed, gjithve atyre u kemi shpall se nuk i takon adhurimi askujt më të drejtë përveç se Allahut. Për këtë arsye më adhuroni mua. Pra gjithë pejgamberët e Allahut azza wa jall kanë ardhur me një mesazh, e ai është adhurimi i Allahut azza wa jall. Pra Allahu azza wa jall prej robërve të tij kërkon që ai të adhurohet, që ai të madhështohet, që ai të njihet, të njohet apo të njoh robi emrat edhe cilësitë e tij, me qëllim që të dinë se si të adhuron Zotin e tij. Thot Allahu azza wa jall: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
thot se nuk I krijova gjindët edhe njerëzit për pos tjetër që të më adhurojnë. Po ashtu thot Allah Azza wa Jall, ja ejuhan nas, thot o ju njerëzi. Por Allah Azza wa Jall I drejtohet gjitha krijesave, krejt njerëzve, jo vetëm se besimtarve. Thot ja ejuhan nas, u'budu rabbakum, o ju njerëz, adhuroni Zotin e juaj, alladhi khalaqakum, I cili juve ju krijoi, walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Edhe po ashtu I krijoi ata të cilët kanë qenë para jush, me qëllim që ju t'i frigojeni apo të bëheni më të devotshëm. Pra Allah Azza wa Jall nëpërmjet pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall, edhe nëpërmjet librave të cilat I dërgoi robërve të Tij, Allah Azza wa Jall ja mundsoi që robërit ta kuptojnë se si duhet që të adhurohet Allahu Azza wa Jall. Për arsye se mendjet e njerëzve janë të mangëta, nuk kanë mundësi t'i dinë hollësit se si duhet që të adhurohet Allahu Azza wa Jall. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall I dërgoi krejt pejgamberët e Allahut, me qëllim që njerëzit të marrin dituri edhe dinë se si të adhurojnë Allahun Azza wa Jall. Thot Allahu Azza wa Jall, wa inna min ummetin illa khala fiha nadhir. Thot se nuk ka ummet vetëm se ne I kemi dërguar pejgamber. Po ashtu thot Allahu Azza wa Jall, thumma arsalna rusulana tatra. Thot se ne kemi dërguar pejgamber pas pejgamberve. Thot Ibn Abbasi kur e komenton këtë ajet, Allahu Azza wa Jall thot na ban me dije se gjithmonë kur ka ardhur një pejgamber, Allahu Azza wa Jall e ka dërguar një pejgamber tjetër, derisa ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra Muhamedi alayhi salatu wasalam, I cili është pejgamber I fundit edhe vula e pejgamberis. Pejgamberi Allahut Azza wa Jall me ardhjen e tij është mbyll profecia, edhe pejgamberit Allahut Azza wa Jall, Allahu Azza wa Jall nuk I ka marrë shpirtin derisa e ka përsos këtë fe, edhe e ka plotsu begatin e tij. Pasi që Allah e përsosi fen edhe plotsoi begatin e tij, atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam I mori shpirtin e tij. Thot Allah Azza wa Jall, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtum alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Thot se unë sot u përsosa juve fen e juaj, edhe e plotsova begatin time mbi juaj, dhe jam I kënaqur që Islami të jetë si fe e juaj. Pra pas pejgamberit Allahut Azza wa Jall, këtë mesazh e përcollën shokët e tij, pra të cilët me ardhjen e tyre në pushtet edhe me sundimin e tyre, ata e përcjellën mesazhin e Allahut Azza wa Jall në krejt botën edhe në krejt tokën, edhe kështu e përhapën edhe Islamin. Pas tyre erdhën shokët e tyre apo tabiind, e pastaj më vonë edhe tabiind, të cilët detyra apo obligim e kishin që ta përhapin këtë fe, edhe ishte kënaqësi e tyre që ta përhapin këtë fe, për arsye se e dinin se ngritja e fjalës Allahut Azza wa Jall në tokë është më meritore se çdo sen, më meritor se sa tipet edhe shpirti I tyre edhe pasuria e tyre. Për këtë arsye ata nuk kursenin asnjë sen, as shpirtin e tyre, as pasurinë e tyre. Çdo sen çka I kishin I dhan për hir të Allahut Azza wa Jall, vetëm ta përhapin këtë fe në tokën e Allahut Azza wa Jall. Nga sa ata dinin shumë mirë se thirrja në fenë e Allahut Azza wa Jall është garancë për çdo shoqëri nga shkatërrimi I asoj shoqërie. Për arsye se nuk ka pejgamber, nuk ka fe ose nuk ka metodologji e cila përhapet në tokë, vetëm se duhet me pas për krahas të cilët e përhapin nëpër tokë. Edhe kështu kanë vepruar edhe maharët selefi apo të parë tanë, të cilët e kanë përhap këtë fe në tokë, edhe e kanë kuptuar shumë mirë se me thirrjen në fenë e Allahut Azza wa Jall do të mbrohet shoqëria, kurse me neglizhimin e davetit apo thirrjes në fenë e Allahut Azza wa Jall do të shkatërrohen shoqëritë edhe do të vinë ndëshkimet nga ana e Allahut Azza wa Jall. Ajo çka e përfshin thirrja në fenë e Allahut Azza wa Jall ka qenë thirrja e tyre në besimin në Allahun Azza wa Jall, ka qenë thirrja e tyre me atë çka kanë marrë pejgamberët e Allahut Azza wa Jall, pastaj kanë thirr në besimin e asaj çka kanë thirr pejgamberët, pastaj ndalimin e asaj çka kanë ndalu krejt pejgamberët, pastaj kanë thirr në faljen e namazit, në dhënien e zakatit, agjërimin, në shkuarjen në haxh, pastaj kanë thirr në besimin e asaj e cila është e padukshme, edhe asaj e cila na pret në ahiret, xhenetit, xhenemit, urës së siratit, dënimit varr. Pro gjithë daveti të cilën kanë thirr ata,
ka qenë besimi në Allahun azza wa jall, njësimi në emrat e tij, edhe njësimi në cilësitë, edhe në veprimtarinë e Allahut azza wa jall. Pra thirrja në fenë e Allahut azza wa jall, ajo e cila duhet që të bëhet, është thirrja e robit në adhurimin e Allahut azza wa jall, kurse baza e saj është që të adhurohet Allahu ashtu siç e meriton që të adhurohet, ashtu siç kanë ardhur gjithë pejgamberët e Allahut azza wa jall. Pra krejt pejgamberët e Allahut azza wa jall kanë ardhur me një fe. Nuk ka pas pejgamber i cili nuk ka thirrë fenë e Allahut azza wa jall. Këtë gjithë pejgamberët e Allahut azza wa jall kanë thirrë në adhurimin e Allahut edhe largimin nga kufri edhe shirku. Ky ka qenë mesazhi i përgjithshëm i gjithë atyre. Nëse e merr i mediton gjitha thirrjet e pejgamberëve të Allahut, ke për me pa se gjithë pejgamberët kanë thirrë vetëm se në realitetin e kuptimit fjalës la ilaha illallah. Nëse ti e merr edhe e mediton kuptimin e fjalës la ilaha illallah, atëherë ke për me pa se krejt pejgamberët kanë thirrë të, dhe se krejt problemi i ummeteve, krejt problemet e devijimit kanë ndodhur për shkak mos kuptimit drejt fjalës la ilaha illallah. Për këtë arsye thot Sheikh Ibn Baz rahimahullah, thot se çdo njeri i cili ka vetëm se pak dituri, është i vetëdijshëm se bota islame sot ose krejt bota në përgjithësi, thot kanë nevojë për një thirrje e cila është e qartë, e cila u mëson fen atyre ashtu siç i ka zbrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye thot Sheikh Ibn Bazi, thot se ata janë nevojtar që të sqarohet feja si duhet, të sqarohen mirësitë e Islamit, edhe të sqarohen gjitha dispozitat e Islamit, e sidomos të sqarohet atyre kuptimi i fjalës la ilaha illallah, edhe të sqarohet kuptimi i shahadetit Muhammedun Rasulullah. Për arsye se gjithë ata që i bëjnë shirk Allahut azza wa jall, edhe ata të cilët kanë shpik në fenë Allahut azza wa jall, është për arsye se ata nuk e kanë kuptuar realitetin e thirrjes pejgamberëve të Allahut azza wa jall, kurse kjo është baza, është themeli i fesë edhe dinit të Allahut azza wa jall. Për këtë arsye, çdo besimtar e ka për detyrë që ta mëson fenë e vet. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se çdo besimtar, çdo musliman e ka për detyrë ta mëson fenë e vet. Nuk e ke borç mu bohoj, mirë po e ke për detyrë me mësu fenë tënde, aq sa ke nevojë për përditshmërinë tënde. Për këtë arsye ti kur e mëson fenë tënde, atëherë patyshim se edhe ke për me thirr në fenë e Allahut azza wa jall. Feja apo thirrja në fenë e Allahut azza wa jall, çdo musliman duhet që ta dinë se është detyrim prej detyrimeve fetare, farz prej farzeve të Islamit. Edhe thot Allah azza wa jall: "Wal takun minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Thot let dale prej jush një grup i cili thirr të mirë edhe ndalon nga e keqja, edhe thot Allah azza wa jall se ata janë të shpëtuarit. Pra Allah azza wa jall na ban me dije se thirrja në fenë Allahut azza wa jall është detyrim. Mirë po dietarët e cekin se është detyrim kolektiv, jo detyrim individual. Pro dallimi është se nëse me një vend, me një tokë, me një shtet, ka njerëzit të cilët dalin edhe thirrin fenë Allahut azza wa jall, atëherë bie detyrshmëria mbi qert, jo se ata nuk janë të detyruar që thirrin fenë Allahut, për arsye se ata fillimisht e kanë borxh ta thirrin familjarët apo ta thirrin familjen e vet, ta thirrin të afërmit e vet, mirë po qëllimi është i davetit në përgjithësi. Për këtë arsye thot Sheikhul Islam Ibn Taymije, thot se thirrja në fenë Allahut azza wa jall është detyrim kolektiv. Thot Sheikh Ibn Baz rahimahullah, thot se thirrja në fenë Allahut azza wa jall, ashtu siç e kanë cek ulemat, është detyrim kolektiv. Thot nëse disa ngriten edhe thirrin fenë Allahut azza wa jall, atëra bie detyrshmëria mbi qerr. Mirë po thot Sheikh Ibn Baz rahimahullah, thot nëse thot ata asnjë nga me një vend, askush nuk ngritet që thirrin fenë Allahut azza wa jall, gjithë ata janë gjunaqar, edhe gjithë ata janë mëkatar. Edhe thot Sheikh Ibn Baz, thot nëse disa ngriten që thirrin fenë Allahut azza wa jall, për qerve u mbetet se ajo është sunnet i fortë,
edhe vepër madhështore të cilën ka mundësi ta bën një musliman. Me këtë na bën me dije Sheikh bin Bazi rahimullah se muslimani edhe nëse ngriten ka dhe gjallar që thirin fenë Allahut azza wa jall, mirë po edhe ti i cili nuk e i detyruar me dal me thirr fenë Allahut haptazi, e jo që mbetet që ti ta thirish familjen tënde, ta thirish më pari të afërmit e tu, parasysh se ato janë përgjegjësia e jote, edhe nëse del, edhe nëse qerti thirr fenë Allahut azza wa jall, atëherë kjo është vepër madhështore, edhe padyshim se ke për më shpërbli tek Allah azza wa jall. Zatën kanë ardhur shumë ajete edhe shumë hadithe kanë ardhur për sa i përket e vlerës në thirrjen fenë Allahut azza wa jall, edhe me këtë na ka bën me di Allah azza wa jall. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se çfarë vlerë madhështore ka thirrja në fenë Allahut azza wa jall. Për këtë arsye pejgamberi Allahut ka thonë belligu anni walau aya, ka thonë përcjellni prej meje qoftë ajo edhe një ajet, qoftë ajo edhe një hadith, me qëllim që njerëzit ta mësojnë fenë Allahut azza wa jall. Feja nuk ka mundësi që të mësohet ndryshe përveç se nëpërmjet thirrjes në fenë Allahut azza wa jall. Nëse ti nuk thirr në fenë Allahut, dije se njerëzit do të mbesin në errësira, edhe nuk kanë mundësi ta kuptojnë këtë realitet fesë Allahut azza wa jall. Për këtë arsye ti je i detyruar me dal me thirr, mi paraqit bukuritë, mirësitë e këtij dini, mi paraqit dispozitat e kësaj feje, edhe me mësu njerëzve islamin, edhe me mësu njerëzit kuptimin e shahadetit, edhe kuptimin se pejgamberi Allahut azza wa jall është i dërguari i Allahut azza wa jall. Thot Allah azza wa jall: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Thot Allah azza wa jall se e kush flet më bukur se ai njeri i cili thret në fenë e Allahut edhe bën vepra të mira, edhe pastaj thot se unë jam prej muslimanëve. Pra na ban me di Allah azza wa jall se fjala më e bukur, fjala më e mirë është thirrja në fenë e Allahut azza wa jall. Kur e lexoi Hasan al-Basri këtë ajet, tha hadha habibullah, tha se ky njeri i cili e bën këtë, tha ky njeri tha është i dashuri i Allahut azza wa jall, hadha waliullah, ky njeri tha është miku dosti i Allahut azza wa jall, ky njeri është i ngritur apo është i dalluar i Allahut azza wa jall, hadha ahabbu ahlul ardi ila Allah, tha ky njeri është më i dashuri prej krijesave tek Allahu, prej gjitha krijesave në tokë, edhe tha për arsye se ky njeri i është përgjigj thirrjes së Allahut, edhe pastaj ka dal edhe ka thirr në atë që është përgjigj thirrjes së Allahut, edhe pastaj ka bë vepra të mira, edhe ka thonë se unë jam musliman. Thot Hasan al-Basri, thot se ky njeri, thot hadha khalifetullah, kjo është khalifja i Allahut azza wa jall. Për këtë arsye, kjo na nxit neve si besimtar që ne dalmi edhe thirrmi në fenë Allahut azza wa jall, ashtu siç i ka hije, edhe ashtu siç është mas mirti. Thot Allah azza wa jall: "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man tabi'ani subhanallah wa ma ana min al-mushrikin." Thot Allah azza wa jall se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se kjo është rruga e ime, edhe unë apo rruga ime në të cilën unë thras në fenë Allahut, unë dhe gjithë ata që më pasojnë mua, i lartësuar është Allah azza wa jall, edhe unë nuk jam prej mushrikëve. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka bërë me dije se edhe pejgamberi Allahut, edhe gjithë ata që thirrin fenë Allahut, duhet që thirrin sipas rrugës pejgamberit Allahut, edhe sipas rrugës e cila është rrugë me dituri, e jo rrugë me ignorancë. Por pa që të për me thirrin fenë Allahut, duhesh me pas dituri. Pa dituri nuk ke mundësi me thirrin fenë Allahut azza wa jall. Për këtë arsye ka thënë Allah azza wa jall: "Ud'u ila rabbik ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan." Ka thonë thirr fenë Allahut me urtësi edhe me këshill të bukur, edhe polemizon me ta me atë e cila është më e mirë. Edhe thot Allah azza wa jall: "Wad'u ila rabbika", thot thirr fenë Allahut azza wa jall, "wala takunanna min al-mushrikin", edhe mos u bë prej atyre të cilët e mohojnë fenë Allahut azza wa jall. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men dalla ala khairin falahu mithlu ajru fa'ilihi", thot se ai njeri i cili thret mirë do ta fiton shpërblimin e atij i cili e pason atë. Me një hadith tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ai njeri i cili thret në udhëzim, ai njeri do ta merr shpërblimin e vet
plus do ta marrë edhe shpërblimin e atij njeriut, i cili e pason atë, duke mos i mangësu nga shpërblimi i tij fare. Thot ai njeri i cili thret në dalalet, thret në devijim, thot ka për me marrë gjunahin e vet, plus ka për me marrë gjunahën e atij i cili e ka pasu, duke mos i mangësu atij nga gjunahi i tij fare. Për këtë arsye ti kur thret mirë, kur e mëson një musliman mu fal, edhe kur ja mëson një muslimanit një dispozit, kur ja mëson një muslimanit një rregull, kur ja mëson muslimanit një hajr, edhe ai e vepron atë, dije se krejt shpërblimet ai kam i bë. Deri ditën e kiametit ke për i marrë edhe ti. Duke mos ja paksu atij shpërblimin fare. Nëse ti ndokujt ja ke mësuar një të keqe, ja ke mësuar një risi, një bidat, ja ke mësuar një të lig, atëra ai njeri deri ditën e kiametit ka për me ecë ashtu. Edhe krejt gjunohet ke për mi marrë edhe ti. Pro vlera, thirrja në fenë Allahut, edhe thirrja në mirësi ka peshë shumë të madhe, edhe jep shumë shpërblime dhe shumë fryte. Për këtë arsye i ka thonë pejgamberi Allahut azza wa jall Alis, i ka thonë o Ali, ka thonë nëse Allahu ta mundson që të udhëzohet nëpërmjet dorës tënde një njeri, dije se kjo është më e mirë se sa një deve e kuqe. Devja e kuqe në atë kohë ka pas shumë vlerë, ka pas shumë peshë, për arsye se ka kushtuar shumë. Edhe sot e madit devat kushtojnë shumë. Domethënë lloj të njëjtë. Por ja ka bë me dije pejgamberi Allahut se nëse ti bie shkak që të udhëzohet një njeri nëpërmjet dorën tënde, dije se krejt ai atë çka ka me vepru prej Islamit deri ditën e kiametit. Edhe të mirat e tij kanë me shku në konton tënde. E akoma më mirë se sa kjo. Padyshim se nuk ka më mirë se sa kjo. Edhe kjo të nxit ty si musliman që me dal edhe me thirrën fenë Allahut subhanallahu. Mos pas mundësi me dal para gjithë mosës, ke mundësi me thirrën fenë Allahut subhanallahu në shtëpinë tënde, ke mundësi te familjarët e tu, ke mundësi tash e ke internetin, i ke gjitha mjetet edhe rrjetet të cilët ke mundësi me bë një prej llojeve të davetit, nga si daveti është shumë i gjanë. Nuk ka vetëm se njerëzit si mendojnë vetëm se ligjëratat, jo. Thirrja e Allahut subhanallahu është shumë e gjerë. Bëhet me gjuhë, bëhet me shkrim, me vepra. Cilën mundësi ke cilën prej tyre ke mundësi me bë, bane. Nuk ka problem. Për gjithë ato të cilën e përhap, ke për më shpërblit tek Allahu subhanallahu, edhe atë me shumë mirësi. Mirë po ti si musliman, fillimisht kur del në teren, kur del në mejdan, për mi thirr njerëzit në fenë Allahut subhanallahu, dush me kuptu se njerëzit janë dy lloj. Lloji i parë janë muslimanët. Mesin e tyre ke musliman, ke besimtar, ke bamirsa, ke mëkatar. Edhe gjithve i ban thirrja në fenë Allahut ashtu si që meritojnë. Ata kanë nevojë për paralajmërim për shkak të gjunaheve, edhe kanë nevojë për përqendrimin në fenë Allahut azza wa jall. Pra atyre u mëson përqendrimin, edhe i thret me qëllim që të përqendrohen në fenë Allahut azza wa jall, që të qenë stabil, jeta e tyre të vazhdon duke qenë stabil në fenë Allahut. Kurse mëkatarëve duke ato heqvërejqen për gjunave që ka i bëjnë me qëllim që të largohen nga gjunat edhe t'i kthehen Islamit duke mos i bë mëkate të mëdha Allahut azza wa jall. Kjo është grupi i parë. Kurse grupi i dytë janë jo besimtarë, apo mi themi jo muslimanë. Për arsye se çdo njeri i cili nuk është musliman, ai njeri është jo musliman, pa marrë parasysh llojeve apo grupeve të tyre. Për këtë arsye jo muslimanët janë shumë lloje edhe shumë grupe. Edhe muslimani duhet mi ditën mirë se gjitha ato janë qafira, domethënë janë fe mohues. Edhe pse u dallohen llojet, edhe pse u dallohen grupet, mirë po janë me një millet, janë milletin e kufrit. E joqa si musliman është mirë mi ditë metodologjitë e tyre edhe bindjet e tyre. Fillimisht prej bindjeve të tyre ka mundësi ti me has njeri i cili është ateist, pra njeri i cili e mohon prezencën e Allahut azza wa jall, edhe nuk beson fare në prezencën e Allahut azza wa jall. Ateist i cili e ka bindjen se natyra është Zot dhe se natyra ajo vetë krijon. Bindje të cilën zakonisht e kanë komunistat. Për këtë arsye prej parimeve të tyre, ata thonë se nuk ka Zot, po ajo e cila e krijon tokën, apo thonë se vetë dunjoja është kriju dhe se materia është ajo e cila e sundon. Plus asaj, ata i mohojnë gjithë atë e cila ndërlidhet me fshehësit, me xhenetin, me xheneme, me ditën e kiametit e kështu me radhë. Edhe tek ata si parim
është se ata thojnë që ne i besojmë Marksit, Leninit edhe Stalinit, kurse nuk i besojmë Allahut, nuk i besojmë fes, edhe nuk i besojmë privatizmit. Ty si musliman duhesh me ditë domethënë këtë lloj jo besimit të cilët ata e kanë, pro lloj por ateistat. Ke mundësi me hast njerëzit të cilët janë mushrik, pro adhurues të idhujve. E këta lloj i njerëzve këta janë mushrik, të cilët i adhurojnë idhujt ose i marrin si ndërmjetësues për tek Allahu Azza wa Jall. Këta janë mushrik. Budistat, zjarputistat, e kështu me radhë këta janë mushrik. Këto i marrin idhujt e tyre edhe i adhurojnë njëjtë sikur se Allahu Azza wa Jall. Për këtë arsye ka thënë Allahu Azza wa Jall: "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Thotë se ka prej njerëzve të cilat i marrin idhujt e tyre sikur se zotra, edhe i dojnë ata sikur se Allahu Azza wa Jall. Por ja dhojnë dashurinë të cilën e kanë ndaj tyre, është sikur se dashuria që duhet m'ia dhon Allahut. Mirë po thot Allahu Azza wa Jall: "Walladhina amanu ashaddu hubban lillah." Kurse ata që e dojnë Allahun, e adhurojnë Allahun, e dojnë Allahun më shumë se sa ata. E ky lloj njerëzve janë domethënë njerëzit të cilët nuk e mohojnë krijimin e Allahut, edhe nuk e mohojnë Allahun Azza wa Jall. Mirë po problemi i tyre është problemi i tauhidit uluhije, pra tauhidit adhurimit. Për arsye se ata i adhurojnë idhujt edhe i marrin si ndërmjetësues tek Allahu Azza wa Jall. Grupi i tretë janë murtedint, pra renegat, njerëzit të cilët kanë dalë prej fesë Allahut Azza wa Jall, kanë qenë besimtar, mirë po e kanë lënë, e kanë praktikë këtë fe, edhe kanë dalë prej fesë Allahut Azza wa Jall. Thot Allahu Azza wa Jall: "Wa man yatabaddal al-kufra bil imani faqad dalla sawa'u sabil." Thot ai njeri i cili zaventson besimin me mohim, thot vetëm se e ka ngatruar, vetëm se ka deviju prej rrugës drejt. Këto janë njerëzit të cilët kanë qenë në rrugën e drejtë. Mirë po e kanë lënë fenë Allahut Azza wa Jall, edhe më vonë domethënë janë bërë renegat. Grupi i katërt, të cilën ke mundësi me has prej tyre në teren, janë i thartë e librit, qifut edhe krishterë. Pra të cilët i besojnë librave qiellore, Teuratit edhe Injilit, mirë po i kanë ndryshu, i kanë deviju, edhe nuk i besojnë pejgamberllokut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këta e kanë problemin me bindjen ndaj se duhet me pasu pejgamberin Allahut. Për arsye se me pasimin e pejgamberit Allahut, ata i lojnë fetë e tyre, bindjet e tyre, edhe bëhen musliman. Për arsye se kur e pasojnë pejgamberin Allahut, edhe kanë bindje se është pejgamber, atëherë ata e dinë se pejgamberi Allahut është i fundit, edhe patjetër duhet që të bëjnë musliman. Por këto ata problemi tek ata është mohimi domethënë i profecisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi Allahut: "Walladhi nafsi Muhammed biyadi." Thot pashat në të cilën dora e apo shpirti i Muhamedit është dorën e tij. Thot se nuk ka njeri i cili do të dëgjon për mua, prej qifutve, edhe krishterëve, edhe pastaj vdes, edhe nuk ka besu në atë që ka zbrit, do thonë me të, vetëm se është banor i xhenimit. Kjo të banë me di se ata nuk kanë fare lidhje me islam, dhe se ata nuk janë banor xhenetit. Çdo i krishter edhe çdo i qifut kanë për me hynë xhenem. Krejt. Për arsye se ka për njerëzve shkodhimbën. Edhe thonë si ka e moshme, thotë se filoni thotë shumë i mirë është. Ai shka është qafir, mirë po i dhimbet, thotë shumë i mirë, thotë edhe paqë, thotë si ka mundësi ki mos minë xhenet. Thotë se shumë është i mirë. Edhe këta e hasmi domethënë plot tek ne, të cilët e thonë domethënë këtë fjalë. Ata nuk janë vetëdijshëm se feja e tyre nuk është e pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Feja tek Allahu është Islami. Ai cili kërkon fe tjetër nuk i pranon prej anës Allahut azza wa jall. Pa marr parasysh se ti sa i mirë, ajo nuk vlen fare. Për këtë arsye, çdo çifut edhe çdo i krishter, derisa nuk i binden pejgamberllokut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ata do të jenë në xhenem. Grupi i pestë prej llojit qafirëve apo femozve janë munafikt, por munafikt janë shtresa më e keqe, janë lloji më i keq. Para arsye se ata rrinë në mesin e besimtarëve, në mesin e muslimanëve. E pretendojnë islamin haptazi, kurse ata në fakt fshehurëzi e kanë kufrin e tyre në zemrën e tyre. Qëllimi është për kufrin e madh, kufrin e besimit, i cili nxjerr domethënën prej feje. Thot Allah subhanahu wa taala për ta: "Wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna."
Thot ata kur rrinë me besimtar, kur rrinë me musliman, thonë ne thot ju besojmë. Mirë po thot u idha khalu ila shayatinihim. Mirë po kur shkojnë te shejtanët e tyre, çka thonë? Thot inna ma'kum, ne jemi me juve, nuk jemi me ata. Mirë po thot ne me ata vetëm se jemi tallë, kemi lujt me ata. Kështu sot na e bojnë munafikt në mesin tonë. Kur vin kurat çështja e votimeve, kërrej thonë ne jemi musliman, më të mirë, nuk ka me neve. Do shta dhe i shef të shku në haqë, edhe në qabe. Mirë po, kur kryhen votimet, u thonë shokëve të vetë, thot ne thot nuk jemi sikur se ata. Na për ambasadë kur shkojnë, ne thot nuk jemi sikur se ata, ne jemi me juve, mirë po ne vetëm se u tallëshim me qëllim të marrë me atyre votat. Ky lloj thot Allah subhanahu për këta, thot se këta thot janë vendin më të poshtë të xhenemit. Thot Allah subhanahu se innal munafiqina fi darkil asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira. Thot se munafiqët thot janë në shtresën më të poshtë me xhenemit. Edhe për ta nuk ka ndihmtar, nuk ka shpëtues. Ata gjithmonë domethënë do ndoshkohet, domethënë ashtu. Por gjitha llojet e këtyre jo besimtarëve muslimani duhet të mësoj. Pa marrë parasysh lloji i parë i jo besimtarëve, lloji i dytë i jo besimtarëve ose lloji i parë të cilët cekim domethënë muslimanëve. Muslimani si musliman është mirë mi njoft, mi ditë bindjet e tyre, mi njoft arsyet e tyre se pse e mohojnë këtë fe, edhe çka është problemi se pse ata vazhdojnë në atë fe. Për arsye se me njohjen e saj ata kanë për me ditën se si mi bë davet në fenë Allahut azza wa jall. Si me thirr atë njeri në fe? A ka nevojë me thirr me hikmet, me urtësi, a ka nevojë me këshill, apo ka nevojë për polemizim? Për arsye se Allah azza wa jall e ka me një ajet, siç e sekti Ibnul Qayyim i ka cekën 3 gradat e davetit. Thot Allah azza wa jall ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti. Thot thirrni fen Allahut me urtësi. E para, e dyta wal maw'izatil hasana, këshill bukur. Edhe e treta wajadilhum billati hi ahsan. Edhe polemizon me ata e cila është më e mira. Thot Ibnul Qayyim, thot se Allah azza wa jall na ka bën me dije, thot se i ka cekën 3 grada edhe 3 lloje sipas asaj çka ka nevojë mu thirr njerin te. Thot nëse e shef një njeri i cili nuk e mohon fen Allahut, i cili e kërkon të vërtetën, e kërkon hakun, edhe e shef se ai njeri i bindet argumenteve. Thot Ibnul Qayyim thot e përdor thot gradën e parë, e përdor urtësinë me të. Pra e thirr me urtësi, me butësi. Për arsye se ai njeri shumë është lehtë me pranu argumentin. Nëse e shef thot Ibnul Qayyim, se ai njeri kur e thret thot ti, të refuzon. Mirë po thot nëse i aparaqet argumentet, atëra ai njeri i pranon ato argumente edhe e i pohon ato, thot atëra atë njeri plus i ashton këshillën e bukur. Thot nëse e shef se ky njeri i mohon, edhe është i natçor, në të cilën ai vet e don, edhe metodologjinë dhe fenë e tij, atëra thot polemizoj me atë e cila është më e bukur, nga se nëpërmjet polemikës edhe nëpërmjet debatit me të ka mundësi me arritën deri te e vërteta. Këto janë 3 gradat e davetet të cilat muslimani duhet me ditë. Mirë po, fillimisht duhet me njofti bindjet e tyre dhe besimet e tyre, edhe llojet e tyre, edhe si me deportu deri tek ata. Fillimisht muslimani duhet me ditë një sen, i cili është parimor, se kur thirr në fenë Allahut, fillimisht duhet me ditë se si me thirr në fenë Allahut azza wa jall. A kur e shefti një besimtar, a dush mi thon le alkoolin edhe le zinon? A e shjo besimtar, ai nuk ka im feja ende. Ai ka problem me iman. Ai kurkun nuk është. A ti çka bën? Ti shkon edhe i thua mos pi alkool. Pse është haram? Ose mos bën zinon, se është haram. Ose sikur se kjo policia tash e cila është firmuar, policia e sheriatit. Edhe i shkon jo besimtarë dhe i thotë se kjo është gabim. Ata njerëzit domethënë nuk e kanë kuptuar fenë Allahut azza wa fare, hiç. Por arsye se pejgamberi Allahut na ka mësuar se si duhet muslimani me thirr, edhe cila nga ajo është parimore, duhet elementare kur ta thish njërin fe. Fillimisht i thot pejgamberi Allahut Muadhit, kur e dërgon në Yemen, thot ja Muadh, thot ti thot jetu shku te një popull i cili janë krishterë, janë domethënë ahlul kitab, thot aja e para të cilën ti ke për me thirr, thot letjet thot shahadeti, fjala la ilaha illallah. E fjala la ilaha illallah të hyn në Islam. Ti kote ki tanë ditën ai ka mundsi milion kret. Ju e dini se ka jo besimtar shka agjerojnë. Unë e njoh Maqedon i cili agjeron.
me musliman, muajin e Ramazanit. I bashkangjitet thot, i bashkangjiten muslimanëve në këtë adhurim. Edhe agjëron thot shumë mirë me agjëruar. Mirë pa është bo musliman? A e fiton xhenetin jo? Pse nuk ka hin islam? Do më thonë e para e jote nuk është me thirr namaz. As nuk është e para me thirr në agjërim, as në zeqat, as në hax, as në lënien e harameve. E para e jote si musliman, elementari është i me thirr fjalën la ilaha illallah. Nëse i thot pejgamberi Allah, i thot Muadhit, nëse ti Muadh e shef se ata e kanë pranuar fjalën la ilaha illallah, janë bo musliman. Pastaj thot tregoj atyre se duhen mu fal 5 herë në ditë. Pasi ta pranojnë islamin, atëherë thirrin namaz. Nëse ata i sheh se kanë fillu mu fal, atëherë thot tregoj atyre se duhen me dhon zeqatin. E nëse e japin zeqatin, atëherë mësoj agjërimin, do të thonë krejt shkojnë merren. Jo do më thonë si që bojnë tek ne, unë s'po foli për jo besimtarët, po foli për musliman, mesin e muslimanëve, shka janë ignorant. Shkojnë, aje shef se nuk ka shaskundi, nuk falet, do shte e mohon edhe Allahun. Aje vetës si thot musliman. Aje shkojnë i thot le alkoholin, le zinon. Aje ka problem me bindje, ka problem me iman. Për këtë arsye, kur të ulesh me te, nëse aje fol fjallë të kufrit, se do kur folin fjallë kufrit, thot ka bon për të madhe, ka bon kufr, pa i mbaz është në kufr. Aja skund nuk është hiq. E jo që shka është, e jo që nuk është me jamësu halalin në haramin. Po fillimisht i jamëson të uhidin, i jamëson imanin. Sa i kur e kupton imanin, atëre veti praktikon halalit edhe haramat. Aisha radiallahu anha thot, se fillimisht kur ka ardhur ajetet e xhenetit edhe xhenimit. Po mos të kishin ardhur ajetet e xhenetit edhe xhenimit. Edhe të kishin ardhur ajetet lënë zinon, lënë alkoholin. Nuk kishin pas me lën as zinon as alkoholin. Për arsye që nuk kanë qenë gati me lën as zinon as alkoholin e as kamatën. Fillimisht ka zbrit ajetet e xhenetit, xhenimit, ju ka zbu zemra, ju ka forcu imani, kur kanë ardhur atë ajetet e xhenetit edhe xhenimit, a kry puna. Ata vetë i kanë lënë krejt. Edhe ti, kur i ban davet në iman. Kur e forcon a imanin, atëherë s'ka nevojë ti mi fol për harame. Për arsye se ai nuk ka me pas haram, që e dëgjon vetëm se me lën. Edhe nuk ka me një vepër të mirë vetëm se ka me bë. Por duhet domethënë me mësuan fekon kuptimin se si duhet me thirr fe, se ka gjëra elementare, primare dhe ka gjëra të cilat janë domethënë sekondare. Duhet me ditë domethënë cilën me thirr. Për këtë arsye thotë Sheikhul Islam Ibn Taymije, thotë ajo çka di thotë nga feja, thotë është edhe krejt pejgamberët e Allahut azza wa xal, edhe në këtë domethënë janë unik të krejt ummeti, se baza e islamit edhe e para e cila i thret krijesat është fjala la ilaha illallah. Për arsye se me kët thotë jo besimtari bëhet besimtar, thotë armiku thotë bëhet mik, kurse thotë ai i cili ka pas halal gjakun e tij, derin e tij, pasurinë e tij, krejt i bëhen haram, i bëhen të ndaluar. Domethënë ai njeri bëhet musliman. Me një shembull Lutin alayhis salam. Ose krejt pejgamberët, pite Nuhi, në çka kanë thirr? Ene abudullah. Kanë thonë adhuron Allahun, mos jeni butagut, largoni tagutit. Nuk kanë thirr çetërsen. Nuk kanë thirr. Mirë po kur e kanë pasë e kanë pranuar thirrjen e tij, ose në mesin e shoqërisë tyre ka qenë paraqit me një dukuri negative e madhe, sikurse te populli i Lutit, homoseksualizmi, te populli i Shuaibit, ka qenë paraqitur domethënë problemi me maqe. Çka kanë bën? Luti çka ka thirr? Ka thirr me adhuru Allahun, mirë po me lën edhe homoseksualizmin. Shuaibi ka thirr me adhuru Allahun, mirë po me lën edhe problemi që e kanë pasën në maqe, sa ta kanë vjedhur domethënë maqe. Edhe ti, thret domethënë fjalën la ilaha illallah. Mirë po njëkohësisht edhe thret, edhe na domethënë e cila është e paraqitme kryesore prej dukurive e cila e çon popullin tan në degenerim. Kështu na mësojnë gjithë pejgamberët e Allahut azza wa xal. Kjo për sa i përket domethënë disa nga dispozitat, edhe se si duhet muslimani ta kupton thirrjen e fesë Allahut azza wa xal. Tash si duhet një musliman ta thirrë një jo besimtar. E takon një jo besimtar. A është mirë ti fillimisht më thon atina, ku ja paraqish islamin më thon se vallai për para vesjes që duhet të bëj sinet. Si ja thuaj ti kët, ai e le fen. Nuk hin kur fe. Se ti më thon njerit se budush më para pun kur të bash musliman, çka më bë? Më bë sinet. Ai thotë jo, thotë çfarë ti? Thotë asja nuk bëna musliman.
Ose mi thonë i parisën thotë, nëse shkon ti, nëse e vret një njeri, ose nëse shkon vjedh, çka të bëjnë ta presin dorën? Ose ta heqin kokën, a ka me pranu Islamin? Jo. Ai nuk ka për me pranu Islamin. Për arsye se metoda jote ka qenë e gabueshme. Për këtë arsye, muslimani si musliman duhet me marr, nëse do me bë davet, me thirr një jo besimtar. Metodologjia më e mirë për me mësu se si me thirr fen Allahut është metodologjia e Kur'anit edhe e Sunetit. Merr në Kur'anin edhe Sunetin keni për me pa se si thirret një njeri në fen Allahut azza xal. Për sa i përket jo besimtarit, fillimisht, jo besimtarit i qartësohen mirësitë e fesë, i qartësohet përsosmëria e fesë, bukuritë e fesë në besim, në moral, në sjellje, në ibadete. Thot Sheikh Ibn Bazi rahimahullah, thot musliman thot sot, madje thot bota thot në tërësi, janë shumë nevojtar që të u qartësohet atyre feja ashtu siç duhet për mu qartësu. Se thot pasha Allahun, nëse njerëzve thot i qartësohet thot feja ashtu si duhet, thot njerëzit thot kishin për me pranu Islamin edhe kishin për me hyrë në Islam turma, grupe. Nëse u qartësohet Islami mirë, u qartësohet ashtu si duhet. Mirë po defekti do më thonë është tek ne, se ne nuk dime se si njerëzve tu sqarojmë fenë. Se nuk ka njeri i cili kur i sqarohet feja mirë, i sqarohen dispozitat bukur, i sqarohen ditha ato sjellje edhe mirësitë të cilat i ka kjo fe, nga besimi, nga adhurimet, nga etika, nuk ka njeri i cili nuk ka për i marrë lakmi. Askush. E dyta nga jo është se jo besimtarit është mirë mja cekan argumentet në atë që ka aludojnë se Muhamedi është pejgamber. Problemin unë e ceka se e kanë tek pejgamberi Allahut azza xal. Se ata nuk i besojnë se është pejgamberi Allahut. Nëse ti ja sjell gjitha dëshmit se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamber, edhe ajo do të vërtetën dije se ka për me pranu. Kur e pranon pejgamberin Muhamedit si pejgamber, atëherë u kri çështja. Atëherë ka për në bo musliman. Pastaj largimi gjitha atyre dyshimeve që i kanë jo besimtarëve për këtë fe. Ata kanë shumë dyshime, kanë shumë probleme. E jo që është mi prish ose mi shkatru ato, edhe me debatu me to për ato gjitha ato dyshime që i kanë rreth fesë Allahut azza xal. E treta nga jo është mja rikujtu jo besimtarve ndëshkimet e popujve të mëhershëm. Mja cek rastin e Adit, Themudit, Firaunit, popullit Çoajit, popullit Lutit. Mja u cek gjithë atyre se çfarë ndëshkimi i kanë pas ata që nuk i kanë besu Allahut. E nëse ju nuk i besoni Allahut, edhe ju keni për me marrë gjitha ndëshkimet, edhe në dunjë, edhe në ahiret. Mi paralajmëru ata për gjitha ato ndëshkime që i ka cek Allahu për jo besimtarët, edhe për ata që nuk i besojnë Allahut, edhe në dunjë, edhe në ahiret. Mi sqaru atyre gjithë ata, të cilët i kanë ata prej fesë atyre prej gjërave të kota. Mi u tregu atyre se Teuratin edhe Injilin ju shkej besoni, janë ndryshum, janë devijum, citatet ju vetë i kini fshi edhe i kini shkrujt. Ata e kanë cekë që Musa e ka shujt Teuratin me dorën e vetë, kurse kjo është shpifje. Teuratin e ka shujt Allahu, prej cilësive është sa Allah e ka shujt me dorën e vetë, e jo Musaj. Kurse Ben Israel kur e kanë lënë Palestinë, kur e kanë lënë Egjiptin, kanë lënë Palestinë, e kanë marrë i kanë fshi këto ajete. E ka shujt se Musa e ka shujt me dorën e vetë. Ka matë haram, ata e kanë bërë kamatën halal. E ti shka bën, ti u aqason atyre se kret ju shka i keni këtë. Ashtë e kotë, nuk ashtë e vërtet. Me argumente shka i merë prej librave të tyre, edhe prej Kuranit. Edhe ke për me po se nëse ata janë sinqert, atëre ke për me po të më thonë se ka për me besu të më thonë asojnë ti shka i thret. Po është të më thonë, me ta kur takohesh, është mirë me bo krasim mes Islamit edhe mes fesë të tyre. Pra merë Islamin edhe krason me fenë të tyre. I krason mirësit Islamit me mirësit, apo do më thonë me fenë të tyre. Për sosmërinë e Islamit edhe devijimet edhe mangësit që i kanë fenë të tyre. Amo kur i bën ti këto? I bën ti këto kur ke do më thonën, kur ke ilm, kur ke ditori. Plot për jo besimtarve i marrin si shembull sektet edhe grupet në mesin e apo rrethin e muslimanëve. Edhe ata thonë se edhe ju keni një sikur se ne adhurime. Edhe kuptojnë Islamin ashtu si që veprojnë ata. Nëse ata e takojnë një dervish, një sufi, ai ka me kuptu Islamin se ashtu ashtu.
Nëse e takon një njeri I cili ashtu më thonë I thot vetes musliman mirë po nuk falet, ai mendon se Islami është kështu. Sikur se sot që ju bojnë domethënë njerëzve na për puna, kur ka musliman, njëri falet, tjetri nuk falet, kur shkon me kërku drejtat e veta muslimanit për më fal, ose domethënë për me agjëru, ose për me lishu për festa, I thot po kjo është musliman po nuk falet. Edhe kjo është musliman po pi alkool. Edhe kjo është musliman po nuk agjëron. Domethënë se ai Islamin e ka kuptuar ashtu siç e ka taku domethënë atë njeri, I cili thot vetes se është musliman. Shkon tek Sheikhul Islam ibn Taymija një 3 popa, 3 prisrin. Edhe shkojnë I thonë Sheikhul Islam ibn Taymija, thot se feja jonë edhe feja e juve thot janë të njëjshme. Thot ju I besoni Meriemos, na I besojmë Meriemos. Ju I besoni Isait, na I besojmë Isait. Me po thot ju thot keni njerëzit të cilët domethënë I adhurojnë ose ndërmjetësojnë domethënë për me të vdekurit, ose ka njerëzit të cilët prej muslimanëve ju domethënë ndërmjetësoni me baballarët e juaj ashtu siç na siç veprojmë. Isai edhe Meriemi thot më të mirë janë më të mirë se sa Huseini. Edhe thot Sheikhul Islam jo. Thot nuk është ashtu. Thot ju thot këtë fesha e keni marrë nuk e keni marrë pe muslimanëve. Ju e keni marrë prej dervishave. Thot se ne nuk e adhurojmë askënd përveç Allahut. Ne nuk kemi bindje me askujt përveç Allahut. Ne kemi bindje se Isa është pejgamber. Mirë po Muhamedi është vula e pejgamberisë. Ne kemi bindje se Muhamedi duhet më pasu, edhe Isa ka për më pasu. Edhe ne kemi bindje se Isa është musliman. Ne kemi bindje se Meriemi është gruaja më e pastër këtë rruzon toksor. Edhe ne kemi bindje se ne nuk marrmi ndërmjetësues tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe kur e dëgjojmë fjalimin e Sheikhut Ibn Taymijës, çka thonë? Thonë pasha Allahun, kjo ti shaneve që apo sharon, që ka më e bukur se sa feja jon, edhe më e bukur se sa jo, që na kanë treguar ata që I kanë thonë vetes musliman. Pra ti si e prezanton Islamin, ashtu e marrin domethënë ata. Po ashtu buçia kur I debaton me ta dhe kur I këshillon ata. Nga se me buçi ka mundësi me arritën shumë. Pra jo që si musliman dush, ti dish gjitha këto parime se si dush mi bot davet një jo besimtarit. Mirë po fillimisht, ti si thirs, I cili pretendon edhe don me qenë thirs, fillimisht duhesh me ditë disa parime përsa I përket vetës tënde. Se e para nga jo është sinceritetin Allahun azza wa jall. Duhesh me qenë I sinqert me Allahun. Për arsye se vepra nuk pranohet nëse nuk është e sinqert. Duhesh me qenë I drejtë me Allahun. Për arsye se Allah e pranon vetëm se për drejtit. Nëse nuk je I sinqert thirrjen tënde, nëse nuk je I drejt thirrjen tënde, thirrja jote nuk pranohet. Duhesh me ditën se thirrja jote duhet me qenë në përputhshmëri me pejgamberin e Allahut, edhe me rrugën e tij. Nëse nuk është sipas rrugës së tij, atëherë nuk pranohet. Duhesh me qenë I vetëdijshëm se duhesh me thirr fenë e Allahut me dituri, me ilm. Nga se nëse nuk thirr me ilm, me dituri, atëherë fesadi jot ka me qenë më I madh se sa dobia jote. Pra domi jot ka me qenë shumë më I madh se sa dobia e jote. Allah subhanahu wa taala ka dhënë përparësi diturisë, para thënjes edhe veprës edhe thirrjen fenë Allahut. Thot fa'alem, thot dije se ennehu la ilaha illa Allahu wastaghfir li dhanbik. Thot dije, thot se nuk I takon askujt adhurimi përveç Allahut, edhe thot kërko falje për gjunon tan. Fillimisht thot Allah dije. Pastaj thot thënjen thuaj la ilaha illallah. Hyn Islam apo? Pasi ta basha thot vepro, kërko falje për Zotin tan. Kurse tek ne këtë ajet e marrin edhe bëjnë qëllime. Fa'lam annahu la ilaha illallah, edhe me këtë më thonë se kanë me hinë xhenet. Allah thot dije se nuk I takon askujt adhurimi përveç Allahut, edhe kërko falje për gjunon tan. Domethënë vepro. E çeki domethënë ato që e vrojnë këtë kundërshtim, domethënë me këtë çdo qoftë, muslimani thirr në fe me ilm. Kul hadhihi sabili adu ila Allah la basira. Kjo është rruga ime në të cilën thras fen Allahut. Unë edhe ata që më pasojnë. Rruga e cila është e ndryshme me dituri. Thot Omer ibn Abdulazizi, thot se nuk ka rob I cili është rob I Allahut, edhe thirr në fe, mirë po thirr pa ilm, vetëm se ka shkatruar më shumë se sa ka bë dobi. Jeni nëse thirr pa ilm më shumë prish se sa përmison. Për këtë arsye është mirë domethënë me thirr me dituri, me thirr me buçi. Thot pejgamberi sallallahu se nuk gjendet me një vend buçia vetëm se e ka zbukuru. Ku hiqet, ku largohet prej atij vendi buçia vetëm se është shëmtu. Thot pejgamberi Allah se inna Allaha rafiq, thot se Allah është I but edhe e do buçin. Edhe Allahu jep buçi. Atë që nuk e jep asnjëherë në shpërsi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot ai njeri I cili privohet nga buçia vetëm se është privu,
nga tërmirësia. Por butësia është çështje e madhe, po ashtu durimi i sabrit. Mos mendoj njëri si i cili del me thirrën fen Allahut. Nuk ka, mos mendoj domethënë se njerëzit kur dalin ai tash kanë më musliman. Thirrja në fen Allahut ka shumë pengesa. Shembull më i mirë moslimi ma fell është shembull i krejt pejgamberëve të Allahut. Merrni historinë e pejgamberëve, nëse dëshiron me bota vet. Meditoj historitë e pejgamberëve Allahut. Ke për me pas se çka do të thonë thirrja në fen Allahut. E atëra ke për më bind se çka do të thonë thirrs, edhe sa dush me qenë i bindshëm edhe i përqendrueshëm në atë çka thret. Po ashtu sjellja jote e mirë, shembulltyra jote, dush me qenë shembulltyr. Na çka thret ti. Nëse ti e thret dush edhe me bon. Thot Ibnul Qayyimi, thot se ulema usu, thot gjelesu ala babul gjenneti jeduuna i lejha në nas bi ekualihim, thot se ulemat e këshin, thot janë dalë thot të dyert e gjennetit, edhe i thirin njerëzit me thënjet e tyre, mirë po thot i kundërshtojnë thot njerëzit thot, apo i thirin thot njerëzit në gjenem me veprat e tyre. Pra me thënjet e tyre i thirin në gjennet, mirë po me veprat e tyre thot i thirin në gjenet. Fe kulle ma kalet ekualuhum linas, se që dhe nëherë thot kur i thojnë thënjët e tyre njerëzve, e jani këtu, u thojnë veprat e tyre, mos i dëgjoni atë shka e thojnë thënjët e mija. Për këtë arsye thot Ibnul Qayyimi, thot ata po të kishin qenë sinqert, në atë që kishin pas me thirë, thot ata të partë kishin qenë që do t'i përgjigjeshin thirrjes së tyre. Thot ata në pamjen e jashtme dukun shumë të mirë, dukun shumë të butë, dukun si për gjenetive mirë, po në fakt thot ata janë kutta u turuk, ata janë rrugaq, janë njerëzi do më thonën çka dalin edhe njerëzi u apresin rrugën edhe u marrin pasurin. Ata janë njerëzi do më thonë ulemat e këshin, i kundërshtojnë thënjet e tyre e veprat e tyre. Po ashtu morali i mirë, po ashtu zemër gjerësia apo do më thonë thjesht njeri i cili thirrën fen Allah do të me pas gjoksin e tij shumë gjerë. Mos më prek për pak e për shumë. Për arsye se njerëzit kanë me çka, kanë me të ofenduar, kanë me ndonjë çmu, këtë kanë mi bën. E ti çka duhesh ti duhesh me pas gjoksin shumë gjan. Këtë mi pranu. Me thon ani me ul kokën edhe me pranu. Gjithë ashtu siç e ka marrë pejgamberi Allahu Azza wa Jall, edhe po ashtu duhesh me u bind Allahu Azza wa Jall, me kërku ndihmë prej Allahu Azza wa Jall, edhe kryesorja çka është duhesh me ditën se suksesi vjen vetëm se prej Allahu Azza wa Jall. Mos mendo se ti nëse del edhe thirr një njeri se do të bëhet musliman. Uzimi është në dorën e Allahut, nuk është në dorën tënde. Nëse këto i ban gjitha me lenin Allahut, i merr gjitha ato sebepe me lenin Allahu Azza wa Jall, nëse uzohet një njeri dhe ti bie shkak, atëherë gjitha ato të mira çka kam i bën, ai ka me edhe ti kemi marrë më të mirat e tjera, mirat e tij, duke mos ia paksu atij fare nga të mirat e së ai ban deri kurrës. Elus Allahu Azza wa Jall që të na ban nga ata të thirrin fen Allahu Azza wa Jall, elus Allahu Azza wa Jall që të na ban nga ata të thirrin të vërtetën, edhe elus Allahu që të na mbron nga e pavërteta, wa qulu qawli hadha